Ungjilli sipas Lukës kapitulli 7, 18 deri në 35 lexojmë bashkë. Dhe dishepujt e tij i treguan Gjonit për gjitha këto dhe Gjoni thirrri pranë tij 2 nga dishepujt e vet dhe i dërgoi te Jezusi për t'i thënë: A je ai që duhet vi apo duhet presim një tjetër? Këta burra pra shkuan tek ai dhe i thanë: Gjon Pakzori na dërgoi te ti për të thënë: A je ti ai që duhet vi apo duhet presim një tjetër? Dhe në atë orë shëroi shumë veta nga sëmundjet, nga mundimet, nga frymrat e liga dhe shumë të verbër u adhuroi të parit. Dhe Jezusi duke ju përgjigjur u tha atyre: Shkoni i thoni Gjonit ç'keni parë dëgjuar, të verbrit fitojnë përsëri të parit, të çalet ecit, lebrozët po pastrohen, të shurrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngrihen dhe ungjilli u shpallet varfërve. Dhe lum ai që nuk do të skandalizohet prej meje. Kur lajmtarët e Gjonit u larguan, ai filloi të thotë turmave për Gjonin: Çdo le të shihnin shkretir, një kallam që jeton dera, po çdo le të shihni, njëri të veshur me rroba të buta, ja ata me rroba të shkëlqyera dhe që jetojnë në luks, janë në pallatet e mbretërve. Por çdo le të shihni, një profet, po unë po ju them edhe më shumë se profet. Ky është ai për të cilin u shkrua. Ja unë përdërgoj përpara fytyrës sate lajmtarin tim që do të përgatit ullën tënde përpara teje. Sepse unë po ju them që nga të lindurit prej grash, nuk ka asnjë profet më të madh se Gjon Pakzori, por më i vogël në mbretërinë e Perëndisë është më i madh se ai. Dhe gjithë populli që dëgjoi dhe targambellësit i dhanë të drejtë Perëndisë dhe u pagëzuan me pagëzimin e Gjonit. Por farisejt dhe mësuesit e ligjit hodhën poshtë këshillin e Perëndisë për veten e tyre dhe nuk u pagëzuan prej tij. Atëherë Zoti tha: Me këtë ti krahasoj pra njerëzit e këtij brezi. Dhe kujt i ngjajnë? U ngjajnë fëmijëve që ulën ndër sheshe dhe i thrasin njëri tjetrit duke thënë: I ran thyllit për ju e ju nuk kërcyet, ne vajtuam për ju dhe ju nuk zgjat. Erdhi Gjon Pakzori që ha buk e pi verë dhe ju thoni ai ka një demon. Erdhi biri njeriut që ha e pi, por ju thoni ja gryksi dhe pianeci, miku i targambellësve dhe imkatarve, por urtësisë i japin të drejtë gjithë bijtë e saj. Kjo është fjala e Zotit për ne sot, le ta mirëpresim si tillë. Tema për sot është mallështia e Gjon Pakzorit. Mallështia e Gjon Pakzorit, mbas kësaj fshihet në tema e vogël që kemi thënë nderimi. Kam përshtypjen se kam rënë dashuri me Ungjillin sipas Lukës, në veçanti me kapitullin 7, sa s'm bëhet ta kaloj, e coptoj e shkurtoj se dua të rri këtu për shumë kohë. Kemi parë në këtë kapitull tema të mrekullueshme. Në këtë kapitull 7 ju kujtoj, si për shembull besimi i një pagani. Besimi i mall një pagani që mrekulloi Jezusin. Pam dhëmshurinë hyjnore të Krishtit, kur ringjalli djalin e Vejushës. Pam dyshimin e sinqert të një profetit, Gjon Pakzorit. Sot do të shohim nderimin e njeriu të Perëndisë, e njerëzve të Perëndisë. Dhe herën tjetër është falja e një mëkatarit, falja. Pyetja dyshuese, por e sinqertë e Gjon Pakzorit, po edhe përgjigjja shkrimore dhe e vendosur e Jezusit ndaj dërguarve të tij mund të ketë bërë dëgjuesit të mendojnë se Jezusi po e shqërton apo po e hell poshtë Gjonin. Ky profet i madh, ky njeri i madh që dyshon, pritej një shqërtim, një hedhje poshtë, një anashkalim i Gjon Pakzorit nga Jezusi, kështu i jepi përshtypje turmës. Por Jezusi e largon këtë ide të menduar prej tyre duke bërë të qartë. Ai sa Jezusi din ta qartësoj Gjon, edhe ai e qartëson mirë, se Gjoni ishte njeri i madh. Apo duke e lartësuar atë, pra, tregon se është një njeri i madh duke folur për të dhe duke e lartësuar atë në këtë varg që do shohim. Ai nuk është për të qortuar, edhe pse kishte një dyshim sinqert, ai është për të nderuar. Ai është për të nderuar. Jezusi ndryshon në shumë çka nga ne.
Ne duhet të ngjajmë atij shumë, shpesh herë nuk kemi të ngjashëm me atë. Zakonisht ne njerëzit, çfarë bëjmë? Ne ndërrojmë të fuqishmit dhe poshtrojmë dobtit. Kjo është natyra jonë njerëzore. Ne të fortit i kena frikë, ju shkojmë me respekt, ju rrim si kështu se kena interes. Të fortit, pasurit, të fuqishmit ne ndërrojmë. Të dobtit, dyshusit ne i poshtrojmë. Jezusi i bën të kundërtën. Ai fetarëve, krenarëve, pushtetshmëve ju kundërvihet, e dobtëve, vobektëve, nevojtarëve, dyshuesit. Ai përkrah. E kur mos e gjykon një njeri të Perëndis prej një dotësie të momentit apo prej një dyshimit në një rast saktuar. Jezusi nuk e thyen dobtin dobësinë e vet, por të fortin krenarinë e vet. Jezusi nuk e thën kur dobtin dobësinë e vet, por të fortin krenarinë e vet. Tek Mateu 12:20 ne shohim një varg të jashtëzakonshëm, në fakt cituar nga profeti Isaia, kur thot Jezusi: unë nuk do ta coptoj kallamin e thyrë, e nuk do ta shuaj kandilin që i ban tym. Kur kandili është duke bë tym është në grahmat e fundit, veç mi bë edhe fiket, në fakt kur Jezusi i vendur, ai që është duke u fik, ai që është në dobët, ai i jep zemër. Kallamin e thyrë thot nuk do ta coptoj, akollajmi e thyr kallam, thot nuk do ta coptoj kallamin e thyrë, nuk do ta shuaj kanilin që ban tym në dobësinë e vet, por do ta përkrah. Për Krishtin, dobësia jon besim nuk është një arsye që ai të largohet nga ne, apo ta shkërmojë bezimin ton, por përkundrazi është një arsye që të na afrohet më shumë, që të na rrim këmbë, që të na ndihmojë, që të na përkrah. Gjoni ishte në një moment dobësie, të dyshoj, por Gjoni ishte një burr i madh i Perëndisë. Në pjesën e parë në vargjet 24 dhe 28 do shohim pyetjen e Jezusit. Mani me në herën e parë pam që erdhen Gjoni çoi një pyetje, pyetje të Jezusit, çoi dy njerëz për të bërë pyetje edhe ai i dha përgjigje. Tani Jezusi i drejtohet me një pyetje turmës. Për ta nderuar dhe lavdëruar Gjonin, Jezusi ngre 3 pyetje që vetë në fakt u përgjigjet. Ndaj kur të dërguarit e Gjonit vinë re atje, kur dërguarit e Gjonit u larguan për t'i kthyer përgjigjen e Jezusit pra Gjonit, Jezusi filloi të fliste turmave për Gjonin dhe ngre ca pyetje. Çfarë mendoni ju për Gjon Pakzorin? A është ai një besimtar dyshues që po shuhet pa shpresë e pa ndihmë në burg? Dhe Jezusi ngre këto pyetje, 3 pyetje aty me radhë. Ai thotë, çdo le të shihnit në shkretir. Kur shkuat tek Gjoni në shkretir në lumin e Jordan kur ai po predikonte, po pagzonte. Çdo le të shihnit në shkretir. Kur shkuat atje, dhe ai po predikonte dhe po shpallte një pagzim pendimi. Qa u shkoi mendja? Që ai është. Vini re që thotë, një kallam që jeton dera, çfarë do të thonë kjo? Kjo është një shprehje figurative, apo dolet për të pa një kallam që jeton dera. Pra kallami është një gjë e dobët, është një gjë që tundet kollaj, nuk është një gjë shumë e fortë. Prandaj Jezusi tha atë që thash, nuk do ta coptoj kallamin e thyrë, e dobët. Pra është një shprehje figurative që do thotë që shikon mendje për një njeri të zakonshëm, për një njeri si të gjithë tjerët, një njeri dobët, që shkon kallami, shkon nga frynera, se s'dia keni pa kështu në kanale, kështu në kneta, në lushnja në zonën tonë ka kallama frynera, i çon kallamat nej, i çon kallamat anej. Janë të zakonshëm, janë dobët, nuk janë aq shumë. A dole të shikonit një gjë që shkon simas erës, që nuk është i fuqishëm, që është i dobët, mendoni që Gjon Pakzori është i dobët, një njeri i dobët dole të shikonit? Në fakt kjo është shpesh këndvështrimi që ka bota për njerëzit e Perëndisë, për predikuesit, për pastorët, për misionarët. Ata janë njerëz të marum, ata janë njerëz dobët, ata janë kur gjë. Dhe Jezusi thotë jo. Ai nuk është një njeri i dobët, ai nuk ishte një burr i dobët,
pa integritet, apo me qëndrime të dobta. Ai ishte një burr me qëndrime të forta, që predikoi fort për pendim, duke u drejtuar dëgjuesve me shprehje të forta e të rënda si pjell në përkash. Ati syri si drilli, gjën pakzori nuk ishte i kallam që jetu ndera. Syri si bante tërtë, si themi ne, edhe përpara mbretit doli kundër ti, duke denoncuar për mëkatin e tij moral, e për këtë arsye është në burg. Ai jetonte me integritet, nuk tundej në qëndrimet e tij. Ha pra, qa dole të shihnit? Një njeri të veshur me rroba të buta? Pyetja tjetër. Që e bën këtë shërbes profetike, të shërbes për veten e tij, për interesin e tij, për luks apo për përfitim? Po ti ishte e tillë, nuk ishte në shkretir gjoni. Jezusi thot, po ti ishte për interesin e vetë gjën pakzori, nuk dhe ishte në shkretir as tash në burg, dhe ishte në pallate luksoze me rroba të buta e me ndafshit. Fakt Marku 1:6 na thot, gjoni ishte i veshur me lesh deveje, jo me lesh, leshi deveje është ai egër, leshi lesh dhjet, leshi është i fortë, ai ashpër. Ishte i veshur me lesh deveje, mbante mbrez një lëkur pra për rreth ijeve dhe u shehi me karkaleca e mjalt egër. Karkaleca e mjalt egër. Jo, ai se bën këtë shërbes as të qëndrim për përfitim, as për përahdi, as për luks. Këtë gjë e bëri për perëndin. Gjoni nuk është i tillë. Ai nuk është një burr që as shitet, as blihet. As shitet, as blihet. Ata me rroba të shkëlqyera që jetojnë luks, thot Jezusi, janë pallatet e mbretërve. Që ose për kërkoni një tillë, mos shkoni me kërku për gjën pakzorin, shkoni në pallatet e mbretërve. E vini re pyetjen e tretë. 26. Ha pra, çdo le të shitnit një profet, që ose keni dalë për të pa një profet, ja keni qelluar. Disi ja keni qelluar, po jo krejt. Ai është një profet. Ai ishte profet, po edhe më shumë se i profet. Edhe më shumë se i profet. Ai ishte profet i profetizuar vetë. Sepse te Malakia do shohim pak më mrapa, profeti Malakia i fundit tek 3:1 tha për gjën pakzorin që do vi, ai që do të shtrojë rrugën për shpëtimtarin. Gjoni është një profet që është i profetizuar, e kanë profetizuar për të dhe ai profetizon për Jezusin vetë. Ai është objekt dhe subjekt i profecisë. Dhe citon pra Jezusi në vargun 27 nga profeti Malakia 3:1. Ky është, thot Jezusi, që dadini, dhe citon Malakian profetin që ka shkruar, ja unë po dërgoj përpara fytyrës sate lajmtarin tim që do ta përgatis ullën tënde përpara meja. Ai është profeti më i madh. Gjën pakzori nuk është vetëm një profet. Ai është profeti më i madh që e ka jetuar në periudhën e dhjatës vjetër. Shiko, ne lexojmë për gjën pakzorin në dhjatën e re, por është profeti i dhjatës vjetër. Pavarësisht se lexojmë për të në dhjatën e re, është profeti i fundit i dhjatës vjetër. Dhe vini re çfarë thot Jezusi për gjën pakzorin. Sepse unë po ju them që nga të lindurit prej grash, zakonisht në tanë lindin prej grash, ma është duke thënë një përgjithësim, pra veç që ose ke dalë në një mënyrë tjetër, se që ose ka lind, tanë që kanë lind prej gryjet. Se prej të lindurit prej grash, nuk ka as një profet më të madh se gjën pakzori. Çfarë fjalësh? Jezusi është duke thënë, si i themi me shprehjet tona, s'ka ba as ban ma nana si gjën pakzori. S'ka ba nana. Që kanë lind prej nanet, nana s'ka ba as ka lind si gjën pakzorin dej sot. Por Jezusi nuk e lën me kaq këtu, por shton diçka. Vini re vargun tani se kjo është për ne. Por më i vogli në mbretërinë e Perëndisë, pra më i madhi në dhjatën e vjetër, më i madhi i lindur prej nanet në dhjatën e vjetër është gjën pakzori. Por vini re, por më i vogli në mbretërinë e Perëndisë
është më i madh se ai. Tani kjo don pak shpjegim kjo se nuk është e lehtë për kuptuar, s'më mendja që e kemi kuptuar shumë mirë kur e kemi analizuar më së thjesht. Kjo është një inkurajim për ne vëllezër motra. Apo thot, por çfarë po thot këtu, që të sqarona, është një inkurajim për ne, është të fol mirë për ne, po të kuptojmë çfarë është duke thënë. Apo thot Jezusi që ne për nga rëndësia jemi më të mëdhej se gjën pakzori? Jo. Apo flet ai për status këtu, që shpërblimi ynë dhe vendi ynë i nderit në qiell është më i madh se ai gjën pakzorit? Jo, absolutisht që jo. Këtu Jezusi, por Jezusi po flet këtu në perspektivën e historisë së shpengimit. Kur kemi bërë teologji sistematike, kemi shpjeguar historinë e shpengimit. Ai Jezusi erdhi të inauguroj mbretërinë e Perëndisë. Gjoni është vjen përpara për të shtruar rrugën për mbretin, ku është mbreti, është mbretëria, Jezusi është mbreti dhe vjen mbretëria e tij. Dhe ai ishte përpara për shtruar dhe për profetizuar për mbretërinë. Por vini re, ai që është në mbretëri, pjesë e mbretërisë, në kuptimin historik të saj, sepse gjithë jemi pjesë e mbretërisë në kuptimin fundor, por me inaugurimin e mbretërisë me Jezusin e mbrapa, ai që është pjesë e kuptimin historik në historinë e shpengimit është më i madh se ai që e shpall mbretërinë apo ai që e njofton mbretërinë e Perëndisë. Ai që e shpalli po, duke qenë i fundit profetit dhjatës së re, i vjetër, nuk është pra pjesë në kuptimin historik. Gjoni nuk është pjesë në kuptimin historik në dhjatën e re apo pjesë e mbretërisë së Perëndisë. Dhe gjoni këtë. Çdo kush që jeton në këtë anë të kryqit, ka dy pjesë të historisë që ndahen përmes, përpara kryqit dhe mbas kryqit. Ne jetojmë mbas kryqit. Çdo kush që jeton në këtë anë të kryqit, të ringjalljes, të ngritjes së Jezusit në qiell dhe të uljes tij në fron, jeton në një gjendje apo në një status më të mirë në kuptimin e historisë së shpengimit, se sa shenjtorët e dhjatës vjetër. Njësoj janë shenjtorë dhe ata, po jetojnë një status në një gjendje më të mirë se sa shenjtorët e dhjatës vjetër. Por ngjoni këtë, jo për shkak të kualifikimit personal, se na jena më të mirë, më të shenjtë, më burra të mirë, më në integritet, më të qëndrueshëm se gjën pakzori apo dikush tjetër. Jo për shkak të kualifikimit personal, por vetëm për hirit të Perëndisë, për shkak të kohës ku jetojmë dhe për shkak të privilegjit që gëzojmë që jetojmë në këtë anë të kryqit. A është e qartë mjaftueshëm? Vetë apostulli Pjetër në fakt e 1:12 thotë këtë kohë, këtë gjë që po gëzojmë ne, vetë engjëjt thotë kishin pas dëshirë, vetë engjëjt kishin pas dëshirë me e pa me përjetu. Engjëjt e qiellit këtë kohë, shpengimin e Krishtit në historinë. Jezusi s'po minimizon fare rrezikun e gjën pakzorit. Nuk po ul gjën pakzorin me këtë, tha, s'ka lind më i madh. Thjesht po vendos pjesëtarët e mbretërisë së qiellit që jemi ne, mbretërisë së Krishtit pra në dhjatën e re, në perspektivën e duhur. Ndaj kam një pyetje për ju sot. Kur është hera e fundit që e ke falendëruar Perëndin, që e ke lindur e po jeton në këtë anë të kryqit? Kur është hera e fundit që e ke falendëruar Perëndin që jeton në këtë anë të kryqit? Që Krishti ka ardhur për ty, të ka falur, të ka shpenguar i përket mbretërisë tij. Është pyetje e fortë. Në pjesën e dytë, 29 dhe 30 do shohim reagimin e popullit mbas kësaj pyetje të Jezusit. Predikimi dhe pagëzimi i Gjonit ishte një provë dalluese për gjendjen e popullit hebre. Njerëzit e zakonshëm që e dëgjuan edhe mëkatarët, targamdellësit që kur kena predikuar për targamdellësit me prostituta ishin dora e fundit e shoqërisë, thot i dhan drejt, e drejtësuan Perëndin, vinë e shpallën Perëndin drejt, apo e justifikuan, apo e përligjen. I thanë Perëndia ka drejt. Perëndia ka drejt përmes gjën pakzorit që na kërkon të pendohemi e të besojmë, të kthehemi. Mëkatarët pendohen, thot, dhe vini re të vargës 9 dhe pagzohen me pagëzimin e Gjonit.
Kurse njerëzit fetar, farisejnë dhe mësues të ligjit e hodhen poshtë këshillin e Perëndisë, vinë re këshillin e Perëndisë dhe paralimin e Perëndisë, dhe nuk u pakzuan prej tij. Populli i thjesht dhe mëkatarët më të ulët i dhan drejt Perëndisë, Perëndi ke drejt, ti je i shajt, ne jam mëkatar, duhet të bëjmë si thu ti. Njerëzit e ligjit dhe të festa, jo, ne kena drejt. Ne jena shajt Perëndia përmes zgjonit e Jezusit dhe ka gabim. Njerëzit e thjesht dhe mëkatar më të mëdhenj, thanë, jo. Në këtë përballje, kur vjen puna mu përball Perëndia me njeriu. Kur ne mëkatarët dalim përpara Perëndisë, atë që ne predikojmë e besojmë. Perëndia është i shenjtë. Perëndia ka drejt. Ne jemi të pashënt. Ne jemi mëkatar. Zoti ka drejt shpall gjykim mbi ne. Sepse ne kemi jetuar pa të në këtë botë, e kemi kundërshtuar edhe i kemi hedhur poshtë kërkesat e tij drejta. Dhe ai nuk po tregohet keq as jashpër që po na kërkon pendim, në fakt ai po tregon hir e mëshirë që na po na kërkon e po na thret në pendim e të ndryshojmë. Ndoshta se ke kuptuar kurrë asnjëherë në jetën tënde, kuptoje sot. Kur Perëndia të thret në pendim, apo kisha thret Perëndia përmes fjalës së tij apo shërptorit të tij thret në pendim, nuk është një akt gjykimit, është një akt mëshirës. Akt gjykimit është me të lanë mëkatet e tua, me shkon shkatrim. Më kthy është akt mëshirës, është akt hirit, është akt favorit, është akt falje. Farisejnë dhe mësues të ligjit në vetë drejtësinë e tyre shikojnë të padrejt. Nuk i japin drejt, e shohin pa drejt kërkesën e Perëndisë për pendim, sepse varen dhe besojnë vetë drejtësinë e tyre, do ku mos i dhanë drejt Perëndisë por vetes tyre. Ata nuk kanë një mendim. Nuk ka një mendim duhur e të lartë për Perëndin, e si rrjedhoj për mëkatin, apo anasjelltas nuk ka një mendim të duhur për mëkatin, e si rrjedhoj për Perëndin. Siç thot John Owen, ai që nuk ka një vlerësim duhur për mëkatin, s'ka një vlerësim duhur as për Perëndin. Ose me e thënë ndryshe, ai që nuk ka një vlerësim dhe një mendim pra të duhur apo sa i keq është mëkati të ulët për mëkatin, nuk ka për të pasur kur një vlerësim apo një mendim të lartë për Perëndin. Kur? Pra ata po thonë, farisejt nuk i besuan as zgjonit për të penduar, nuk i besojnë as Krishtit për të shpëtuar. Nuk i kthehen as për pendim nga zgjoni, as nuk kthehen as për besim nga Jezusi. Sepse nuk e shohin veten mëkatar, e si rrjedhoj nuk shohin nevojë për Perëndin. E Jezusi tash e shpjegon pse ndodh kjo gjë. Dhe ne e di pse ndodh kjo gjë. Sa bukur, sa interesante. Shpjegimi i Jezusit për këtë gjendje. Pse janë këtë gjendje këta? Këta që janë mësues ligjit e mendojnë që janë të mëshëm, e të urtë, të thellë. Këta janë të pamëshëm, këta janë të paurtë, këta janë fëminorë. Me një fjalë, mund të themi, pra nga vargje 31 dhe 35 tani shpjegimi që bën Jezusi, mund të themi me një fjalë. Ata nuk kënaqen me asgjë. Nuk kënaqen as me zgjonin me pendim, as me Jezusin me besim. As me zgjonin me gjykim, as me Jezusin me mëshirë. As me zgjonin me dënim, as me Jezusin me dashuri. S'kënaqen me asgjë. Edhe ata që s'kënaqen me asgjë për kollaj janë fëmijë. Fëmijët, e shpjegon e merr gjëja Mikejas, është histori e bukur. Ata që s'kënaqen kollaj edhe janë të llastuar janë fëmijët, jo burrat e mëdhej, e profesorët. Po këta profesorët e ligjit po sillen si fëmijë. Ata janë një brez i mbrapsht e i lik, që s'ka jetuar brez më i mbrapsht e më i lik se sa i brez. Me këta krahasoj në vargun 30 thot Jezusi, me ta krahasoj këtë brez. Me kënë gjajnë ata, me kënë gjajnë, me kënë mund, me mëllë i syte, me kënë gjajnë këta farisejnë të mësues të ligjit e tjerë. Mëllë i syte me ndoje pak, thot Jezusi. Me kënë gjajnë. Thot në gjajnë me fëmijë që i lujnë në sheshe, unë e kam thënë, në gjajnë me fëmijët e lagjës. Ne shpike, ne oboratin lagje, dalin do fëmijë, në gjajnë me fëmijët e lagjës. Që dalin të lujnë, edhe fëmijët dalin lujnë, dalin në mua knash, krijojnë dhe lojra, sajojnë lojra, por nga që fëmijët janë vllaztum dhe dojnë me fitu dhe janë egoist,
Dojnë gjithmonë mu ba loja tyre. Njëri thot, a luajmë futboll, jo thot jeri volleyball, tjetri thot, a luajmë ping-pong, a luajmë kokafshetas. Tash, prej natës njëri, s'do luajmë as tanën kokafshet, as shko, ose do luajmë lojën tënde, ose do luajmë as njërit. Me aprish, nëse s'do me luajë lojën time, as lojën tënde, me ta prish do tanën. Dhe nuk futen tek loja e tjetrit prej natë. Me që ti s'po ban lojën time, unë nuk do të luaj lojën tënde. Hajde të bëjmë një lojë të gëzueshme, thot Jezusi, pra del njëri dhe i bjen të bëjmë një muzikë gëzueshme. Hajde të kërcejmë. Hajde të bëjmë me gëzim, lojë me gëzim, me kërcim, me hare. Ata dhe një pjesë e shokëve atë më thonë, "Jo, nuk dojmë me kërcy." Po mirë, a bëjmë lojë me mërzitje, më të qetë, ulnat, lozim lojë që është pak më të qetë, më mërzitshme, vajtojmë, kjajmë, se janë të kjajtë, tas janë lastu. Jo, nuk duajmë as qajmë. Pra si fëmijë të shpif, si kanë thënë. Të lastuar. Ata refuzuan të kërcejnë me muzikë, ata refuzuan të kërcejnë apo të intonohen apo të kërcejnë me muzikën e Perëndisë. Perëndia bën muzikë, duhet me kërcejmë me muzikën e Perëndisë. Kur thot Perëndia me vajtojmë, duhet me vajtu me Perëndinë, kur dojmë gëzojmë me Perëndinë, me gëzu me Perëndinë. Ata dojnë që Perëndia jo këta të kërcejnë në ritmin apo me lojën e Perëndisë, pra të shkojnë mas lojës Perëndisë, po këta dojnë që Perëndia të vinë mas lojës tyne dhe këta janë fëmijë. Ata dojnë që Perëndia të bëjë muzikën e tyre. Perëndia të përshtatet me lojën e tyre, të hyjnë Perëndia të bëjnë vallën e tyre. Tin Perëndia të majnë avazën e tyre. Gjoni i qërtoi dhe i paralajmëroi për mëkatin. Ju tha, pjell në kërkash, largoni, spata në rajt, do të gjykoni etj. Foli për mjerim, bani lojën e Perëndisë, po i të lojë e ran, e Perëndisë po pak e ran nga ana Gjonit. Ata në ek morë se ti je shumë i ran, je serioz, je komunist, je pesimist, je i zymt, ke demon, je i demonizuar, i thojnë ta. Nuk ju pëlqen Gjoni, ai keq Gjoni, ai ran. Po mirë, me që Gjoni e Iran, po bëjmë i lojë tjetër, thot Perëndia. Po i dërgoi Jezusin. Jezusi pati edhe mshuri, me dashuri, qëndroi me mëkatarët, me prostitutat, me targamlellësit. Ik mor karazgjoz, ik mor çifyre vesh barcaleta, gallate, humore me pije me hangër, ti je pianec, vini re. Je pianec, mik i mëkatarëve liberal. Hipset brava, zbritset brava. Hipset brava, zbritset brava. Po cilën valle do kthejmë? Cilën valle po kthejmë, o vëllezër motra? Kent Hughes në komentarin e tij thot, çfarë perversiteti? Kjo është perversitet, prandaj thot Jezusi një brezilik dhe i mrapsht, është perversitet. Se kurse si nuk e hën me Perëndinë, veç dhe me bën lojën tënde, është perversitet. Dhe për fat të keq thot Kent Hughes, soi apo raca apo lloji i këtyre njerëzve vazhdon të jetojë edhe sot edhe i kemi në kish. U bëna pak serios tani, mos u merrni natë, do që jeshi pastaj. Por fat keq, raca e këtij perversitetit vazhdon edhe sot. Predikon fort, na re, na vrave, na shave, na përtite, vëp. Predikon bukur e bën me kështu, si ishte përgatitur, i pa e futi koccat e kishte marrë lehtë. Bëhesh serioz, i ashpër. Bën humor, je karazgjoz. Bën Iran me doktrinë, je Iran. Bën i thjesht, marrin për kam. Si e marr të kthejmë, si të kthejmë? Si të kthejmë? Është thjesht. Këta persona s'ka faj këqë i po jo fletë gjënë pak zore si Jezusi, ta janë fëmijë. Nuk knaqen, as dojnë me këcy as i lloj vallit dhe shvallën e tyne. Kërë me këcy vallën e tyne. Ata s'janë turt. Ata s'janë turt, manë për turt, po s'janë turt fare. Jurt është gjënë pak zore që këcen vallën e Perëndisë. Jurt është Jezus Krishti që këcen vallën e Perëndisë, i bindet Perëndisë atën gjithë shka. Vinivare 35 thot, por urtësisë i japin drejt, e shpallin drejt, apo e për ligjin, e justifikojnë gjithë bitë e saj. Urtësia e Perëndisë është e tillë. Ajo ka fjalën e fundit, vëllezër motra. Ajo ka drejt gjithmonë dhe në çdo vend.
Perëndia dhe urtësia e tij, se Zoti nuk bën gabim. Ata që mendojnë se janë zgjuar, apo janë më të zgjuar se Zoti, gabojnë rand. Gabojnë rand. Bitë e urtësisë që japin apo jetojnë, pra e tregojnë se si jetojnë, pra mënyrën se si jetojnë, e tregojnë urtësinë e tyre. Dhe gjën pak zori jetoj si i tillë. Prandaj thot Jezusi, s'ka lej nana. Burr më të madh se gjën pak zori. Jezu Krishti vetë. Dhe këta bitë e urtësisë janë gjën pak zori edhe Jezus Krishti dhe gjithë ata që ndjekun e ecin gjurmë të tyre. Në thot bitë e urtësisë, e të shpallin apo e vërtetojnë, e tregojnë urtësinë në mënyrën se si jetojnë ata. Urtësia e gjën pak zorit dhe Jezusit u ban dukshme dhe u shfaqen nga fuqia e Perëndisë, duke i treguar gjithë botës që këta burra ishin burrat Perëndisë, e perëndishëm. Besimtarët e vërtet, ndër cilët Gjoni ishte i madh dhe na priu, me këtë tregojnë se sa mirë i përshtaten dhe i lejojnë shpirtin e tyre të i përshtatet ungjillit Krishtit. Apo lejojnë, ndryshe me thonë, ungjillin e Krishtit që t'jetë muzika e tyre. Nuk mund ta kërcejmë vëllezër motra ungjillin si ke qef ti, si kena qef ne. Muzikën e bën Perëndia. Vallën e tërheq Perëndia. Valli është e tij, dasma e tij, dhëndri është ai. I bashkohemi ne vallës ti, nuk mund të hym, nuk mund të bëjmë as mund të bëjmë na me thirr me fut Perëndin vallën tonë. Gjën pak zori ishte i tillë, sepse e lejoi shpirtin e tij të azhërnohet, të akordohet, të përshtatet tonit dhe muzikës e vallës Perëndis. Gjoni ishte i madh. Ishte i madh për ta mbyllur. Pse e lartëson Zoti jon Krisht? Gjoni ishte i madh dhe bir i urtësisë, sepse në madhështinë e tij, ka një kohë që Gjoni ishte i madh, ishte më i madh në arenën hebraike se Jezusi. Ishte më shumë ndjekës, kishte më shumë popularitet, kishte më shumë ndjekës. Kur doli Jezusi në skenë, tha, nuk filloi me muzikën e vet, e uli muzikën e vet, e çoi muzikën e Jezusit. Tha, unë duhet ulem, madhështinë, pikun e tij kulmor të madhështisë, tha, unë duhet ulem. E Jezusi duhet ngrihet. Ishte i madh se në pikën më të lartë madhështisë ti e përuli veten, e lartësoi Krishtin, por gjithashtu është biri i urtësisë, është i madh sepse në pikën më të ulët ti, kur ishte në burg, edhe dëshoi për Krishtin, nuk vendosi me mendjet vet, as shkoi diku tjetër, po i çoi dishepujve vet pyesin te Krishti. Kam i dyshim, kam i merak, kur ta çoj shpirtin tim veç te Krishti. Kur jam lartësinë në vendet më të larta, në majet më të larta, jap lavdi i Krishtit, kur jam vendet më të ulta, në luginën e hijes vdekjes, prap i kërkoj ndihmë. Prap pyes Krishtin. Prap marr miratimin prej Krishtit. Prap pres prej tij. Prandaj ishte burri i madh. Prandaj është bir i urtësisë. Lum ata që në madhështinë e tyre, vëllezër motra, ngjoni këtë, lum ata që në madhështinë e tyre ja dedikojnë gjithçka atij, dhe gjithashtu që në dobësinë e tyre më të madhe i kërkojnë atij t'ia usqarojë dyshimin e shpirtit të tij. Po ti. Lutemi Zotit, na e drejtoj zemrat tona, që ti intonohen me zanin, me fjalen, me muzikën, me ritmin, me drejtësinë, me pritshmërinë që Krishti, që Perëndia vetë ka për zemrat tona. Jo çfarë zemrat tona mëkatare dojnë e presin e duan që Perëndia të bajnë. Lum ata që në madhështinë e tyre ja dedikojnë gjithçka atij, e në dobësinë e tyre prap presin prej tij, pyesin tek ai, e presin t'i sqarojë dyshimet e hijet e marrëqit e tyre.
dhe të lutemi bashkë.